Po unë për mos krijuar kaos mendova radh, po nëse doni mund ta bëjmë kështu pa diskutim. Po, me që kishte vetëm burra deri tani të shtoj me një grua, se ndoshta e bëni çik më të larmishëm. Blerina Gjuriqi, edhe unë jam e shoqatës së biznesit në fakt, mirë po nuk dua të ndalem tek biznesi për shkak se Alberti e zauroi. Unë doja në fakt të bëja një propozim për ju, doktor Berisha, duke qenë që jam edhe antare e departamentit të sipërmarrjes në Partinë Demokratike, doja t'ju bëja një propozim në lidhje me krijimin një departamenti funksional me elitën e re. Mirë po, në elitën e re unë nuk personifikoj 25 vjeçaret, personifikoj ata njerëz, burime njerëzore të cilët nuk kanë kosto politike. Që do të thotë? Integrimi i burimeve njerëzore të cilët janë intelektual dhe që s'kan kosto politike pa diskutim që kanë investuar në Partinë Demokratike dhe që nuk janë pasardhës të ndryshëm të ish funksionarëve të cilët de facto kanë kosto politike dhe hije dyshimi, ku këto hije dyshimi nuk na kanë lënë që ne të shkojmë tek vota gri. Gjithashtu, këta antarë të këtij departamenti, nëse bëhet i mundur krijimi i këtij departamenti, do doja që të testoheshin kurrikulumet e tyre. Që do të thotë, nëse këto arritje akademike i kanë të vërteta, nuk i kanë të vërteta sepse kanë parë shumë zhurmë lidhje me këto arritje. Dhe më e rëndësishmja që unë e quaj personalisht, t'ju ketë thënë dikush puna e mbarë në mëngjes. Sepse kemi politikanë të cilët ndoshta nuk kanë punuar asnjëherë dhe na kanë dëmtuar në imazhin e partisë tonë. Të jenë familjar të rregullt, duke qenë që për Partinë e Djathtë, familja është shtylla kryesore. Të kenë të kenë empati në një grup të caktuar të shoqërisë tonë, siç mund të jenë jurist, ekonomist, dentist, inxhinier dhe të tjerë. Dhe unë mendoj personalisht nëse formohet një ekip i tillë me meritokraci dhe pa qoka, mendoj që mund të krijojë një frym pozitive në Partinë Demokratike për zgjedhjet e 2029-s. Faleminderit. Duhet kemi parasysh që tryeza është më shumë e fokusuar për antarët jo të PD-s, për shoqërinë civile, për qytetarët angazhuar. Ka mundësi? Kështu që, po, vazhdo sot Jasimi. A ka mundësi këti si ke ngel vetëm majtas ti? Sepse unë respektoj radhën. Jo më radhën, je vetëm majtas, nuk ka radhën. Po, që të vazhdo, unë jam djathtas, po, që të vazhdo të kështu shkurt, ju nuk respektoni kohën. Kemi po si mbledhje PD-ja. Pa tjetër. Bëjmë departamente këti, ne ka institucionet e veta Partia Demokratike. Nuk po flasin PD-ja këtu. Vazhdo. Okej, me sa kam kuptuar, kjo nuk është mbledhje që është mbledhje e PD-s ose ku diskutojnë problemet e PD-s dhe përgjith hallet e PD-s. Të paktën unë s'kam marrë për këtë gjë, unë kam marrë me që jam ftu si një person që e ndjek politikën, e njeh edhe për dhënë një lloj mendimi pra sa kontributi çdo që tjetë sa do modest, domethënë. Kështu që po e nis me këtë. Unë mendoj se duhet jemi shumë të sinqertë. Domethënë, problemi kryesor që ka sot opozita, dhe po flas për gjitha opozitat, jo thjesht Partia Demokratike, e kam më kollaj ta them të gjë se jam as antar i Partisë Demokratike, as i bashkëpangjitur në çdo lloj mënyre. Problemi kryesor që ka është problemi i besueshmërisë. Do të thënë normalisht në çdo lloj vendi europian normal me demokraci sot në botë, me zgjedhje të lira dhe të ndeshme që ne si kemi, do të mjaftonte jo një opozitë e shkëlqyer, po thjesht një opozitë normale, mesatarisht, që regjimet të këtij lloji të fshiheshin jo thjesht nga pushteti, por edhe nga historia. Kështu që ky është burimi i parë që duhet kërkoj në fakt opozita apo flas në tërësi. Nga ana tjetër pastaj unë mendoj që opozita, dhe prap flas gjithmonë opozita në tërësi, jo thjesht Partia Demokratike, nuk e ka luksin që të shmang nga radhët e veta ose të krijojë konflikte të brendshme ose çfarëdo lloj ndarje përçarje etj. Hiq në një rast pasaj si puna e marksistëve të Arlin Qorrit, Lëvizjes Bashkë, kjo është muhabet tjetër pastaj. S'po flasim për atë. Nga pikpamja ime dhe hajduti më i madh në botë është më i preferuar raport me një komunist, me një marksist. Po e lejmë atë pjesë edhe ajo është e diskutueshme, edhe ata në fundit mund kontribuojnë nëse dëshirojnë, pavarësisht se e dim shumë mirë që nuk e kanë plan, kështu që s'ia vlen më lodh me atë aspekt. Çfarë bëhet me pjesët e tjera pastaj? Mendoj që Partia Demokratike
dhe partitë e tjera do duhet të mblidheshin në fakt dhe diskutojnë jo me hartime, poezi e tjerë, dhe pa pas nevojë të trajtojnë, të nxjerrin problemet e diskutimet, gjithë problemet që kemi këtu, edhe unë jam vetë si përmarrës për vështirash, i dim shumë mirë. S'ka nevojë të diskutojmë se çfarë qeveri është kjo, e dim shumë mirë. Çështja është, unë mendoj që nëse do ketë një lloj bashkëpunimi, duhet ndërtuar mbi bazën e diçkaje konkrete, mbi bazën e një propozimi konkret, një platforme konkrete, bazë e cilës pse jo dhe më merrti shumë mirë që dëgjova nga doktor Berisha atë më përpara, ato dy pikat e para, domethënë një, ajo që është themelore, çështja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, se këtu fillon i gjithë diskutimi, dhe prandaj edhe ne sot kemi këtë që kemi këtë lloj situate dhe këtë lloj qeverisje. Dhe dy, pastaj pika e dytë që është gjithashtu shumë e rëndësishme, çështja e mbrojtjes dhe mbështetjes të sistemit të drejtësisë. Ktu PD-ja është me luhatje. Megjithatë, unë vetë kam konstatuar këto kohë të fundit që ka një lloj qëndrimi shumë më pozitiv, do duhet me apo qartë dhe tjerëve me sa duket se tek një pjesë e mediave akoma s'kan bërrit kjo gjë. Domethënë, shpresa sot institucionet më të besueshme në Shqipëri janë institucionet e drejtësisë. Shumë më larg partive. Domethënë, do PD-ja, SHEA-i, LAPA-i e tjerë, sot institucionet më të besueshme janë pikërisht këto. Dhe bashkëpunimi me partitë e tjera nuk është çështje luksi, është çështje domosdoshmërie. Pse? Sepse, dhe jam marrë çik me këtë punë se edhe kam një instiktet vetë të politologut, njeriu që edhe e shikon, e studion politikën, jo si analist televizioni, po dikush që ka ca reflekse të tjera, pak më thella. Nga ato 150.000 votat që kanë marrë sot partitë e reja dhe të vogla, një pjesë e mirë atyre votave janë vota që s'do të shkonin kurrë tek e djathta. Te asnjë parti e djathtë. Janë vota që janë marrë në zona si ato që PD-ja e quajnë Stalingrad, në fakt, me shumë të drejtë, ja një sekond ta mbaroj. Një sekond ta mbaroj. Kajsiu është në Bogota, është në Kolumbi, unë jam Ermalasimja. Tani, janë vota të cilat nuk do të shkojnë ndonjëherë tek e djathta sepse janë vota të majtëve të zhgënjur. Në rastin më të mirë të janë njerëz që nuk thjesht abstenojnë dhe nuk votojnë. Kjo është dhe një arsye tjetër pse në fakt votat e këtyre partive janë të nevojshme. Dhe shumë mirë që edhe ftesa ju bë dhe atyre, dhe unë kam qenë mendimit që do duhet ishin. Megjithatë mendoj, kjo është thjesht çështje teknike, që nëse ftohen për diskutim dhe për bashkëbisedim, nuk ka nevojë dhe thjesht bëhen edhe publike. Ndoshta mund të jetë edhe një tryezë diskutim që mund bëhet mbi një platformë duke nisur nga ato dy pika. Por mendoj që duhet më tepër se sa kaq. Mendoj që duhet që Partia Demokratike të tregojë edhe një nivel besueshmërie, një nivel parimor më të lartë se sa ai që ka pasur deri më sot. Për shembull, nuk ka kuptim që Partia Demokratike ta lejoj veten që të shfaqet si bashkëpunuese me Partinë Socialiste për ndryshimin e kodit zgjedhor në kurriz të partive të vogla dhe nga ana tjetër pastaj të ftoj këto parti të vogla për të bashkëpunuar. Ç'a kuptimi ka kjo? S'ka asnjë lloj kuptimi. Nëse PD-ja është e sinqertë tek bashkëpunimi, unë mendoj dhe është akoma në kohë dhe hapi i parë është bërë sepse në këtë moment nuk është bashkëpunuese, i ka pezulluar bashkëpunimin me sa diun në parlament, le ta vazhdoj këtë edhe një hap më tutje. Le ta denoncoj, le ta kundërshtoj ndryshimin e çfarë do lloj forme të kodit zgjedhor që do të çonte në eliminimin e këtyre partive të vogla. Sepse nuk është çështja thjesht e atyre njerëzve Lapaj, Qorri, SHEA e tjerë. Nuk është këto parti nuk janë këto emra. Këto parti janë 150.000 shqiptarë si ne që jemi të gjithë këtu, që kanë të njëjtat halle si ne dhe që kanë vendosur të votojnë për ata dhe që duhen respektuar për këtë lloj gjëje. Do të them, mendoj që nëse PD-ja do të mbante një lloj qëndrimi të tillë parimor, kjo do t'i shtonte besueshmëri Partisë Demokratike dhe radh parë dhe gjithashtu pastaj dhe opozitës në tërësi do t'i sillte dhe votat e atyre që janë të majtë dhe të zhgënjur. M'falni se po flas si politolog këtu. Kjo nuk është çështje besueshmërie, nuk është çështje kredibiliteti. Ka dhe një gjë tjetër. Po shikosh në shembujt nga historia dhe rajoni, Rumania është tipike. Ç'a ndodh në raste konkrete? Dhe ç'a është me shumë gjasa hapi i ardhshëm që do ndërmarrë edhe mazhoranca. Do të jetë jo shkrirja e SPAK-ut e tjerë, por me shumë gjasa ndryshimi i objekteve penale të punës SPAK-ut. Nëse hiqet sot, ndryshohet në kod, në ligj, shpërdorimi i detyrës, shkelja e barazisë në tendera, domethënë gjithë ata që sot e kanë sjellë gjendjen këtë lloj pike ku gjithçka vlon, skandalet kanë dalë dhe njerëzit tash i kanë kthyer syt pozitivisht nga opozita dhe po presin, s'do të kishte ndodhur kurrë. Po e trove, po e kastrove sistemin e drejtësisë duke ja ndryshuar objektin ligjor,
E kjo shkatru. Dhe unë mendoj që Partia Demokratike dhe partitë e tjera opozitare do duhet mbanin një qëndrim shumë të fortë kur të vi momenti, po mendoj që në këto moment për këtë çështje. Nuk është çështje besueshmërie, Barova, është çështje besueshmërie dhe jo kreativiteti. Tjetë për kreativitet që nesër, ju apën një ide, 200 tenda kampingu përpara kryeministrisë, edhe u zgjidh çështja nesër me gjithë mediat e botës e kanë nxjerrë aty protestën e opozitës shumë më fort se sa sot. Faleminderit. Më falni që u zgjata. Mund ta vazhdoj unë, të lutem.